Djali i Erjon Bogdanit, Aleksandri, është ftuar nga Italia U15 për ndeshjet e radhës. Panorama Sport mëson ekskluzivisht lajmin për djalin e Bogut, i cili do të mbajë për herë të parë veshur fanellën e azurve. Aleksandri erdhi në jetë më 23 qershor të vitit 2011 pas një viti martesë të Erjonit me juristen italiane Rosella Ariodante. Tashmë është në hapet e babait të tij, i cili njihet si rekordmeni i kombëtares shqiptare për sa i përket golave. Bogdani të riqej nga futbolli në vitin 2013 duke lënë gjurmën e 18 golave te Shqipëria. Megjithatë, askush nuk e ka kaluar prej atëherë dhe Reimana, që është aktiv me Kuqezinë, ndodhet në kuotën e 11 golave. Ndryshe nga Jati që e fillonte karrierën me Partizanin në Shqipëri, Aleksandri është rritur në Itali, aty ku pikërisht Erjon Bogdani la shenjën e tij duke luajtur nga viti 2000 deri në vitin 2013.